Kur quna në mëngjes, s'kam lumëtërimet madhe se që kam shtëpinë plot në një pamesa. Unë nuse i kam dy, një kam Kosovë, një kam jashtë. Dha nusën e djalit e du ma shumë se vajzën tem. Besa, e du shumë. Kam muhabet me tom, ka beku zote që i kam dy nuse shumë të mira, edhe të madhen edhe të voglen. Me kalu mirë me nuse, do të mos jellë mirë, mos m'ja prish nusës edhe na jemi ka në nuse, doherë, po në atë kohë, konë koha ma ndryshe, janë konë do kanune pak ma të repta, ma të rona, ma se tash është... Keni dalë sot për qef? Për qef, valla këna. Që kena Suarikën? Mirë shumë, falenderit, mirë shumë. A më drygon, a jeton Suarik? Jetojnë Shirok. A në Shirok? Suarikën. Po, në Shirok. Jeni nënë sigurisht? Pa me një vajzë? Me një mesën. A mbesa? Po, mesën. A je rëthuar me mbesa me një pa? Mirë shumë, falenderit zotet, mirë shumë. Sa të bëjnë lumëtur? Shumë më bëjnë lumëtur. Kur quna në mëngjes, s'kam lumëtërimet madhe se që kam shtëpinë plot në një pamesa. Këtë mirat. Por e ki fëmijën i ki këtë mirat e A zote. e qyshe e pështirë? Jo, nuk besoj që me shëtit Sa mirë. të nditën, falenderit. Nuse djallit sa i kim falë? Unë nuse i kam dy, një kam Kosovë, një kam jashtë. A jashtë. Me një po jetoj ke? Po, me një jetoj, me të madhen jetoj. A ndrygon, sa e do nusën e djallit? Valla nusën e djallit e du ma shumë se vajzën tem. Besa, e du shumë. Kam muhabet me tom, ka beku zote që i kam dy nuse shumë të mira, edhe të madhen edhe të voglen. Dyjat i kam të mira. Ma shumë se vajzën, a është e vërtet kjo? Valla e vërtet është, po të betona në zotë që e vërtet është. Nusët i du shumë, voglen e kam atjet madhen këtu, po edhe ajo është njësoj si kja madhja. Njësoj. A ki vajzë ati? Po e kam një vajzë. E kam një vajzë, është e martume. Me dash nusën e djallit, unë e kalu mirë, çka duhet sipas teje? Se shumë i sa verës për kalojnë mirë. Për me kalu mirë me nuse, do të mos jellë mirë, mos m'ja prish nusës edhe na jemi ka në nuse, doherë, po në atë kohë, konë koha ma ndryshe, janë konë do kanune pak ma të repta, ma të rona, ma se tash është tjetër kohë. Unë e veti këmë përjetu do sene, s'kam qef edhe nusja për shamëll mi përjetu do sene, shaj këmë përjetu atëherë, kështu që mirë, falë zotit jam shumë mirë me ta. Për shembull, çfarë ka perikull kohën tonë diçka kohën e kanumri që ty të kanë bërë presion ose diçka pa. Jo, presion, po konë vetë kohën përgjithësi atëherë, nusët ma shumë kanë pasën, nuk janë kanë të lira me dole, me qështu, se s'këna pas presion kur gjo. Të izoluara më shumë? Po të izoluara ma shumë, edhe me qenë se unë atëherë nuk jam kone izolume, po janë konë vetë kanunat. Na këna jetu atëherë ma shumë për rreth thuj se që këna jetu për veti. Qështu, e ta është i jo, fosh zotit jemi të barabartë krejt, nusët i kam të mira, e kanë jetën e lirë, veç që të qarkullojnë dhe të punojnë, na jemi të knaqën, jemi të lumëtër me ta, plot shpijen një pamesa, e falenderoj zotin për këto të mira që mi ka sjellë. A ndërgon, sa jeni kështu të lira, për mene lira shumë, po kështu bashkë me dalë, ose me planifiku diçka bashkë me Po, bashkë me nuse planifikojna, dalëm, knaqëm, muhabet, s'na pengon kërkush, ku të kena qef shkojna. Si ta kem kohën e lirë dalëm. As t'ja prishni, as t'ja prishni? Jo, për zotin jo. Jo, nuk ma prish, as t'ja prish shikur. Thash, më ka beku zotin me to. A është ma mirë me jetu me nusë djallit? Uha, qështë është ma mirë. Si që kojnë fëmijat e dojtë, unë e 2 ditë së një baj vetë në shpi, më do këtë hanë shpija vetë. S'ko harmoni pa fëmi pa nuse. Veç duhet edhe vjerat pak mos më konë temperamente, me dëru pak ma shumë, normal, tashti. Thoj një fjallë popullore edhe me që mirë është pak duhet me një dejmë 10. Edhe më këty pra. Qështo? Po thojnë vjerat si dojnë nusë, ta përshet? Ja. Une që dikna këm po edhe kështu që kanë folë për mes media, për mes televizioni, po nuk është e vërtet që një nuse nuk mund me dosh një vjerë, ose një vjerë mës me dosh një, duhet me pas bashkëmonim, duhet me pas marrëveshjet mirë, edhe kështu që shkon jeta qysh ma mirë. Edhe djemt i kam të mirë edhe nusët e mira. S'po di tjetër sanë. Do kur s'pas ka ndryshu djemë, se shumica, a mendoj se shumica djemë dhe ndryshojnë kur të martohen? Jo, djemë të mis ka ndryshu, as pak familjen se lonë kur babën e nanën. Dhe që të moment nuk ka ndryshu, se nusët janë të mira dhe djemë kanë më konë të mirë. Po dhe djemë janë të mirë, nusët shkojnë për fërkem tyne të shta. Nëse na i zëmë të vogël, për shembull nusja ka me juve, djalja duhet me anu të nona apo të nusja? Jo, djali duhet me i tregu të vërtetën qysh të ka, ata që i tregojnë djemve, se unë nuk jam ajo, s'm ka ndodhë hala mi tregu djalit keq kur gjo. Për zotin po. Tash, unë e kam qef këtë djera më konë të lumëtura, këtë nusët më konë të lumëtura,
Po edhe që duhin jetën vetë, të jetojnë vetë, e kanë jetën e lirë, inshallah do në Zoti veç i shoh qysh ma mirë. A keni mesazh gjithë vjerave dhe nusëm ja thoni? Mesazhi që i vjehrave, mos më bë shumë temperamente, mos me këqyr nusën më që mja qitë kafën, mja bëj zmetin, me thonë është nuse, se edhe nusja është sikur na që jemi koni, se çka ke përjetu vetë, duhet me bë mend që edhe nusja është qike dikuj, na i ka çu nonat e veta amanet, edhe kështu që i përshëndes këtë vjehrat, më konën edhe nëse shojnë diçka keq, le ta kalojnë, se është më mirë. Çfarë vjere do të thonë përpara me kohën. Super vjerë, më të thani kompliment më ta jap. Faleminderit shumë. Uroj më të mira. Shumë faleminderit. Edhe juve ju uroj suksese. Kalofshit mirë, respekte. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit.